Po. Atëherë, mora shkak për të folur, se dëgjova që tha për rrugën Ibrahim Braja. Unë jam banus i asaj rrugë prej shumë vitesh. Jam lind e rrit aty. Nga problematikat e shumta që ka lagja, faktikisht edhe unë mballëngjeva shumë kur e dëgjova rrugën, emrin e rrugës, për të vetëm në arsye. Kemi shumë e shumë vite që po përmbytemi. Po i ndrojmë mobiljet nga shumë herë. Megjithatë, që mos hyrë në shumë detaje, ju lutem mos na harroni. Vetëm kjo ishte faleminderit nga ana juaj. U përmend nga Anuela që kjo rrugë do të është futur në investim për një kohë shumë të afërt. Shqetësimi yt është i drejtë që kjo nuk duhet harruar, po unë do të kërkoja një gjë tjetër. Nëse është e mundur me një grup nga ju ne të ndjekim nga afër çdo investim që do bëjmë, duke filluar nga rruga Ibrahim Braja që tashmë e ka marrë rrugën e investimit. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje gjithë ekipit. Unë jam Kujtim Bisha, pensionist në njësinë 3. Unë kisha një pyetje. Ku qëndron arsyeja dhe cilat janë synimet e qeverisë që juve drejtoni që çdo fund viti jepni një bonus, por nuk është në rritje direkte të pensioneve, të pensionistëve, në skemën e sigurimeve shoqërore. Dhe dyta, duke marrur shkas nga rrjetet sociale, por duke i bashkangjitur edhe një shprehje popullore që i zoti e shet, po tellalli se jep, e kanë fjalën për megafon të tellallit të Sali, që propagandon gjithmonë që nuk do të ketë rritje për këtë me radhë. Ne kemi besim tek fjala juaj, kemi besim tek te Partia Socialiste, te programet, te serioziteti me të cilën ajo paraqitet tek neve dhe nuk e vëmë dyshim të gjitha këto që juve thoni. Kisha një pyetje të thjesht, sa do të jetë ose sa e ka përcaktuar Ministria e Financave masën e shpërblimit të këtij bonusi të këtij viti. Dhe në fund ne jemi shpresë plot që me juve në krye, në vitin 2030, do të aderojmë në familjen evropiane. Ju faleminderit. Po të falenderoj për të parashtrim, sepse në ndihmon të shpjegojmë disa gjëra më në detaje dhe nga ana tjetër e mira e kësaj pune, duke qenë se përmendet dikë që unë nuk ja përmend emrin për shumë vitesh edhe që merrem me të vetëm kur ka fushat, se jam i detyruar se aty jemi në arenë dhe duhet më u marrë edhe për ndryshe as nuk e dëgjoj ç'a thot, as nuk e llogaris. A është as është, realisht. Është një e keqe e madhe që nuk i është ndarë këtij vendi ajo frym, se nuk është çështja thjesht tek një person, është çështja tek një frym e tërë, tek një kënet e madhe, ku ai është thjesht bufi i madh, po aty ç'a nuk ka. Dhe e mira e kësaj pune është që fjalët që unë them dhe që ne themi, njerëzit e kanë shumë të thjesht i vërtetojnë, sepse kur ne themi do jepet bonusi, njerëzit kanë mundësi ta vërtetojnë do jepet apo s'do jepet. Vjet dham bonusin më të lartë që ishte dhënë, sepse kishim mundësi ta bënim gjë të tillë dhe përcaktuam 150 euro për
të gjitha ata që marrin një pension nën 200 euro dhe 100 euro për gjitha ata që marrin një pension mbi 200 euro. Të njëjtën bonus do ta merrni edhe në dhjetor. Njësoj. Tani që unë po e them, është një fjalë. Dhjetori vjen për pak javë. Do ta vërtetoni vetë. Dhe kur ta vërtetoni vetë, do kuptoni këtë duhet dëgjoni e këtë duhet dëgjoni. Tani juve i dëgjoni të tërë se jeni të vëmendshëm, por sinqerisht dhe realisht unë nuk shumë kush nuk e beson vërtet, po edhe e kam thënë dhe më parë, po ja u përsëris prap. Unë nuk lexoj portale, marr her pas here kështu që mi çojnë këta që kam rreth e rrotull se këta lexojnë edhe shqetësohen. Nuk kam lajme shqip në shtëpi, nuk shoh debate, për arsyeën e thjesht sepse jam në kontakt vazhdueshëm me njerëzit, ndjekim në mënyrë sistematike çdo muaj opinionin me anketa dhe brendshme që bëjmë, pyesim njerëzit për gjithë farë lloj çështjesh dhe mua më mjafton dhe më tepron. I them këto, jo se po ju them juve se të bëni si unë, po thjesht për t'ju thënë që në fund të ditës ajo që vlen është çfarë bën konkretisht. Dhe përderisa bëjmë konkretisht, natyrisht nuk i bëjmë dot të gjitha ashtu siç duam dhe kur duam, natyrisht bëjmë edhe ne gabime, natyrisht kemi edhe ne momentet ku rrëzohemi në këtë të përpjet, por me këmbgulje vazhdojmë dhe me këmbgulje them se bëjmë më shumë. Kështu që për gjithë ata që kanë thënë që bonusi i dhjetorit do të ndahet vitin tjetër, muaj pas muaj, dhe në këtë dhjetor s'do merrni asgjë, ja erdhi dhjetori, do shohim do merrni apo s'do merrni. Kur të merrni, do dini vetë se ç'të mendoni për ata që ju fusin nxixat duke luajtur, deri dhe me këto gjëra që janë gjëra që për jetën tuaj të përditshme kanë rëndësi të veçantë. Për sa i përket pyetjes tjetër, pyetja tjetër lidhet me faktin që ne kemi një situatë shumë të posaçme si vend. Një pjesë shumë e madhe e forcës tonë të punës, qysh në vitin 90 u spostua drejt Greqisë, drejt Italisë, drejt vendeve të tjera. Dhe qëndroi aty për shumë vite, duke mos paguar asnjë kontribut në Shqipëri. Sepse o punuan në të zezë fillimisht jashtë, ose pastaj kur filluan të sistemohen i kanë paguar kontributet jashtë. Dhe prandaj ne kemi bërë në këto vite të gjithë këtë proces të gjatë, të vështirë, të njohjes pensioneve të shqiptarëve jashtë, duke arritur më në fund të realizojmë edhe një nga dy pjesët më të rënda të këtij procesi nga pamja financiare, njohjen me Italinë, pensionet e shqiptarëve në Itali. Që do të thotë që shqiptarët që kanë punuar në Itali dhe kanë paguar sigurinë shoqërore në Itali, për gjithë atë periudhë kohe kur kanë punuar atje dhe kanë paguar atje, do të marrin pensionin si atje. Ndërkohë që për pjesën tjetër do të marrin pensionin si këtu. Na mungon pjesa e Greqisë. Është negociat, jo e lehtë, po punojmë fort, por keni parasysh atë që e kam thënë dhe gjatë fushatës, nëse hymë në Bashkimin Evropian, edhe kjo pjesë është e zgjidhur, sepse pastaj direkt shqiptarët bëhen qytetar të Bashkimit Evropian
në të gjitha aspektet që lidhen me institucionet, me sigurimet, me shërbimin shëndetësor dhe kështu me radhë. Dhe normal që kur vjen një shqiptar që ka punuar 30 vjet në Greqi dhe vjen këtu në pension dhe merr pensionin, thotë po si ka mundësi, unë ç'është ky pension? Pensioni është ky? E vërtet është, por pikërisht se numri i pensionistëve është shumë i madh dhe kontributet kanë qenë totalisht disproporcionale, mundësia e fondit pensioneve nuk është që të mbulojë në mënyrë të drejtë për drejtë. Prandaj, përtej indeksimit që ne bëjmë çdo vit, tani do të bëjmë edhe rritjen e mbështetjes përmes një bonusi të vazhdueshëm non-stop. Që do thotë që 1.7 miliard euro në 4 vjet janë një shumë e madhe, po të llogarisim që i gjithë prodhimi i brendshëm kombëtar i Shqipërisë kur ne morëm detyrën ishte 9-10 miliard. Sot ne 1.7 miliard i kemi përcaktuar në buxhetin afatmesën vetëm për pensionistët. Kjo është gjëja që po bëjmë dhe në ndërkohë do të vazhdojmë të rrisim kapacitetin e fondit të pensioneve duke rritur kontributet, pa rritur akoma vlerën e kontributit. Keni parasysh, ne jemi një vend ku me të drejtë njerëzit kërkojnë më shumë, por kemi kontributet më të ulta për person të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore. I kemi më të ulta. Duam shëndetësi më të mirë me të drejtë. Por ama kontributet i kemi më të ultat në të gjithë rajonin. Dhe ka qenë e vetëdijshme, është e qëllimshme që mos ngarkojmë më shumë njerëzit, por t'i japim mundësi që të forcojnë dal nga dal ekonominë e tyre, edhe ato bizneset e vogla që vetë punësojnë, që punësojnë të tjerë. Kemi ndryshuar komplet tavanët e biznesit vogël, sepse kur ne kemi marrë detyrën në biznes dhe për disa vite më mbrapa biznesi vogël quhej biznesi që kishte deri në 80.000 euro xhiro. E kemi quar në 140.000. Është e konsiderueshme. Është e konsiderueshme. Okej, besoj që u morën vesh, dhjetori erdhi, do më kujtosh. Se kam këtu dhe disa komente që janë bërë nga dëgjesa e djeshme, edhe shumë interesant se janë një pjesë njerëzish që i marrin fjalët e atij që përmende, edhe i përsërisin. Njësoj si shpërsërisin bretkosat zhurmën e njëra tjetrës kur janë në kënet. Dhe shiko çfarë thotë, keni patur rritje rrogash vetëm për veten tuaj, prandaj shtyj edhe 3 vjet të tjera se 2030-ën keni ju, jo më përpara. Ndërkohë që ne i kemi rritur rrogat si asnjëherë më parë dhe edhe në buxhetin e 2026-s do të vazhdojmë të rrisim rrogat. I kam aty, po s'duhet ju lodh tani me të gjitha shifrat, po duhet ju them vetëm këtë, që ashtu si kundër për pensionistët, rritja e çdo viti do të jetë veç dhe indeksimi do të jetë veç. Pra nuk është se ne